E theksoj, do t'jemi me pamjet live nga sheshi Skënderbej, nga dita 37 e protestës qytetare, ende nuk ka nisur, do t'a ndjekim hap pas hapi më vonë. Ndërkohë, diskutojmë çështjet e ditës, të cilat të gjitha patjetër lidhen me situatën e protestave, me johonën ndërkombëtare, presionin ndërkombëtar e shumë çka. Kam kënaqësinë të kem në studio zonjën Edith Harxhi, antare e kryesisë Partisë Demokratike, diplomate. Përshëndetje, mirë se vjen. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Ne transmetuam në fakt përpara publicitetit një material që ka të bëjë me një artikull që për hir të vërtetës ka qenë një informacion që kishte ditë që diskutoj, por në këtë artikull bëhet dhe më konkret nga një gazetë holandeze, konkretisht The Telegraph, e cila insinuante ose hidhte informacion apo hije dyshimi që nesër me gjasa mund të vi konfirmuar lajmi që po flitet i anulimit të mundshëm samitit në Tiranë për vitin e ardhshëm. Tani, çfarë po ndodh? Sepse është folur për këtë, është folur për çështjen e kontributit, pra që nuk ka përmbushur detyrimet financiare lidhur me ushtrinë qeveria shqiptare, po çfarë fshihet përtej kësaj? Lidhet kjo me situatën e protestave, se e zgjata pak po për të bërë një ndërlidhje. Jo fare normale. Gazeta holandeze duhet ketë informacion më të saktë se sa gazetat e tjera dhe mediat e tjera, sepse vetë sekretari i përgjithshëm i NATO-s është holandez, ish kryeministri holandez. Dhe jam e sigurt që ka direkt burime nga nuk janë thjesht nga Brukseli, nga qendra e NATO-s, nuk janë thjesht informacionet që qarkullojnë kot. Megjithatë, Reuters që doli para 10 ditësh me këtë lajm, është agjencia më prestigjioze në botë që jam e sigurt që do të jepte një lajm që ishte i besueshëm. Arsyeja thonë të dyja mediat është buxheti për mbrojtje. 5% që i famshëm. 5%. Nuk diskutohej që shtete si Shqipëria apo dhe vendet të tjera nuk mund të arrinin të 5% që menjëherë, sepse ne kemi qenë 1.2 vjet. Ne kemi pasur probleme historikisht për të arritur 2%, që nëse kujtohet përveç kohës kur ne kemi qenë antar, do futeshim në NATO. Po them gjatë kësaj qeverisje, sepse mbaj mend që në 2019 gjithashtu diskutohej kjo gjë e në vim. Ka qenë për shumë vite ka qenë në 1.2, pastaj rriti në 1.2 dhe vetëm kaq. Çfarë bëjnë këto? Këta fusin edhe pensionet edhe pagat tek ai buxhet dhe kujtojnë se NATO nuk i sheh se çfarë shpenzime sheh. Ato janë shpenzime, duhet jenë shpenzime direkte ushtarake në fushën e mbrojtjes. Këtu nuk mund të fusësh pensione, nuk mund të fusësh paga në këtë pjesë. Çfarë kemi ne në shpenzime për mbrojtje, ku ne kemi vetëm aktualisht një kompani private, Kajo, që Edi Rama ja ka dhënë mikut të tij Ron Fajetit, i cili aktualisht është nën hetim Ronje Fet, më falni, që është nën hetim Shtetet Bashkuara të Amerikës. Gjoja, kjo kompani do të ketë një lidhje me sistemin Elbit. Po, Elbit System, Elbit System, për të prodhuar armatime të ndryshme, por edhe dron ushtarak. Gjithsesi të gjitha këto janë me pikpyetje, sepse në mënyrë që të kalosh në këto hapa, të licencosh një kompani të tillë, dhe duhet patjetër të marrësh miratimin e NATO-s, sepse je vend antar i NATO-s. Ndërkohë kemi një dështim tjetër për sa i përket portit Durrësit. Prej shumë kohësh Edi Rama i është lutur NATO-s që kur shkatroi portin e Durrësit për t'ia dhënë çunave në Dubai, çunave në Dubai nëpërmjet Alabarit. Sa ky është termi. Që nga ajo kohë, ai kërkoi u lut NATO-s që të marrë Porto Romanon, ta bëj bazë ushtarake, por nuk NATO nuk vepron kurdo që lyp kryeministri i Shqipërisë, i cili mbulon aferat e tij korruptive, përsëri duke bërë gjoja një gjë thjesht me propagandë gjigante, siç është një bazë e NATO-s. Për të cilin u përmbushen as standardet, thonë ekspertët. Jo, por megjithatë, megjithatë këtë ne e pam në dëgjesën publike që pati ambasadori vend përpara Komisionit Jashtëm të Senatit, natyrisht për emrimin e tij në Shqipëri, dekretimin e tij në Shqipëri.